në maternitetin e Tiranës, të Koçoglozheni ishte shtruar një gru për të lindur. Por situata si ishte shtruar ishte sepse ajo pa paraqitë temperaturë, rënje të kuadrit gjakut, një gjendje toksike, edhe vendosim që do bëjmë milogram, do shikojmë çfarë ka ndodhur. Në shikim doli leishmanios. Ishim para dilemë çfarë do bëjmë. Situata është shumë e rëndë. Ishte rreziku për t'i humbur të dy. Edhe fëmijët, që ishte 7 muaj dhe pak, ai ishte formuar, po i papjekur, parakoshëm, po gjithsesi, apo do rushim nanën, si do ishte puna. Vendosëm edhe në gjithë bashkë dakord që ai fëmijë të provokohet, nëse bëhet me lindje do ishte më mirë, se pa vendosur thikën, dietesë hemorragjike nuk mund të përdorësh. Ai lindje fëmijë provokuan, lindje me suferenca, me probleme si lindin në këto situata, por fëmia, okay, kishte shenjat vitale, u morë në kohë. Nënën e mora në reanimacion, sepse milogram doli leishmanios. Ne filluam, është vetë smundje, është bilet dikur i kanë thënë leishmanios, është si mini AIDS, mini SID i kanë thënë dikur. Kaq komprometon organizmin. Në atë kohë mi koshim me glukantin, po mi kemi 28 ditë ishin injeksione dhe sigurisht bashkëpunim me hematologjinë se kishte nevojë të kompensojë gjakun që kishte humbur, ato ishin. E kemi përdor venos, e kemi përdor lokal, e kemi dhënë edhe për ta pirë. Gjitha forme, gjak me plazma të ngrirë me gjitha, mbjetoj, shpëtoj. Ndërkohë që ishte ama aty në interesoshën me bebe, edhe bebe e mori vete.